Në Prishtinë, dinamika politike mbetet e bllokuar pak ditë para afatit të fundit për formimin e qeverisë së re. Klau Konjovska, i mandatuar pas dështimit të kandidatit të parë të lëvizjes Vetëvendosje, nuk ka arritur të marrë mbështetjet e partive opozitare, duke lënë të hapur vetëm skenarin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Partitë opozitare PDK, LDK dhe AAK kanë ripërsëritur se nuk do të votojnë për Konjovskën. LDK e ka quajtur të pamundur mbështetjen, duke kujtuar se propozimi i saj për zgjedhjet e ngërçit politik i bërë që në prill u refuzua. Sipas tyre, vendi duhet i drejtojë zgjedhjeve të reja për shkak se zgjidhje tjetër nuk ka. Edhe AAK ka bërë të qartë se nuk do të jap vot për të mandatuarin e LVV-s. Përfaqësues të kësaj partie kanë konfirmuar se ka pasur përpjekje individuale për të siguruar vota, për qëndrimi i tyre mbetet i pandryshuar. Sipas tyre, LVV nuk ka treguar vullnet për të ndërtuar institucione që prej seancës së parë së legjislaturës së re. Në këtë situatë, analistët politik shprehin skeptizëm se Konjovska mund të sigurojë votat e nevojshme. Sipas tyre, nuk ka asnjë indikim se parlamenti do të arrit të formojë një qeveri të re, ndërsa qeveria e përkohshme nuk mund të quhet teknike në kuptimin klasik të fjalës. 9 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova mbetet pa institucione të reja, ndërsa zvarritja po shtron rrezikun për mosmiratimin në kohë të buxhetit të vitit 2026, me afatin kushtetues drejt fundit, vendi duke gjithnjë më pranë një tjetër procesi zgjedhor.